dalë po shiu. Po kanë ardhur këta të kuajnë dalë po. E të tjerë janë të klanit këta. E atë e mërdimi. Ha? Do vini të dëntore. Janë dy veta këta ku i shoqëron. Me Aliu. Si u bëj luftan e vlorë, me se ti bidet. Fejtë janë. Le do veni ujë, Le do veni ujë, ato më në dalë. Dina me vjetë. Po u groposën? Po. A tu të shtanë, Dojim. Dojim? Si. Dojim edhe i groposë. E ti nxjerri nga gropa të qoj për salam. Ajo. Ato dojim që do të kockat. Të gjalla për shumë kështu të gordura dhe ato u bënë shkrum. U dojin ato. Në prezencën e veterinerit, në prezencën e doktorit, në prezencën... Dojin ato. Haru shërfatu. Berë që këtja, berë këtja. Mori. Bero cjep që për berë dhenë, berë në cjep. Po juve kush u njoftoj? Po e pamë të E sa më të erë. Kush u drejtoj për në bullë? Po jo, në bullo... Pojtë ashtu, po ku është lartë ati, po si të bëj? Rikë të sa të fuzën dhe hjejta, edhe të qpjehu. Edhe ashtu bëj. Qa i si? Shkemi ne. Bërë Do shumë. vjen në ndodhi. Ne kemi nga përgjigjet e laboratorit të Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare Tiranë një rast të konfirmuar pozitiv në bashkinë Libohov, në qytetin Libohov. Në momentin me njëherë, sa po morëm njoftimin me njëhershëm, ishte ditë e shtunë, ora 16:30, grupi i punës i përbër nga 3 persona, inspektor në krye të cilit isha dhe vetë, shkuam në fermë dhe kontaktuam pronarin për t'i bërë të ditur rezultatin analizës dhe për të marrë masat urgjente e cila konsiston në izolimin e tufës dhe në bllokimin e lëvizjes. Këto ishin masat urgjente të cilat mund të mirnim në orët e vona të mbrëmjes. Vendosëm në dijeni pushtetin vendor në orët e vona të natës dhe organizuam një takim me përfaqësues të pushtetit vendor. Kaq mund të bënim në momentin e parë. Aktualisht është izoluar zona? Fati i mirë është që tufa ndodhet e vetë izoluar, aty nuk ullosin bagti të tjera, kafshët nuk kanë kontakt me tufa të tjera, ujitja ose pirja e ujit bëhet në banesë sepse mungon uji dhe i ndodhur fermeri në këto kushte kërkoj me insistim të shtegëtonte. Ju e dini shumë mirë që masat shtrënguse që janë marrë nga ministria për të izoluar dhe për mos përhapjen e kësaj sëmundje. Me insistimin e tij u mor tampon për gjurmëshmëri dhe pasi të dite përgjigja të cilën shpresonim të vinte negative, ne do të vendosnim për mënyrën se si do të lëviznin kafshët dhe itinerarin që do përshkonin. Përgjigja erdhi pozitive, në këtë moment ndodhemi para faktit. Tufa monitorohet, tufa është në karantinë, është e izoluar, janë marrë masa dhe janë ngritur grupet e punës të cilat juve të sapo i pat, do të shkojnë në teren dhe të bëjnë identifikimin e të gjitha fermave duke filluar nga ato që ndodhen më afër Vatrës. Janë caktuar zonat 3 km dhe zonat 10 km. Në zonën 3 km bëjnë pjesë vetëm Bashkia Libohov, qyteti dhe fshati në Pravisht. Kurse në zonën 10 km është që nga Pogoni, Dropulli, dy fshatra të komunës Antigone, Lazarati, në perimetrin në Rezen, 10 km. Sa rrezik ka përhapja e kësaj sëmundje aktualisht po flasim dhe sa krerë ka tufa që është izoluar? Në tuf momentalisht ndodhen 256 krerë, nga të cilat 230 janë të leshta,
pjesa tjetër janë të dhishta. Ajo që është nga monitorimet dhe sot, ne shkojmë çdo ditë në orën 5:30 të mëngjesit që bëjmë monitorimin e tufës dhe gjendjen. Ajo që është për të theksuar është që ferma në këtë moment nuk ka temperaturë kafsha, nuk kanë shenja klinike të shfaqjes së sëmundjes dhe nuk ka ngorçmëri në fermë. Prandaj neve e monitorojmë çdo ditë sepse ajo mund të jetë edhe në formën subklinike dhe do ta monitorojmë deri të paktën 10 ditë. Kaq mund t'ju them për momentin. Je shumë e saktë.